Situata është e rëndë dhe domethënë si shpjegoj dhe zotëria këtu bëhet fjalë për këtë kanalin, nuk e di a e shihni këtu. Deri para pak kohësh zotëria e ka bërë vetë, jeton në Itali, vjen në verë me pak euro. Domethënë e ka pastruar vetë kanalin, bëhet fjalë për 300 metra kanal. Dhe sigurisht që zona gjithsesi do të përmbytet, por uji do të qëndrojë aty 6 orë, 7 orë, maksimumi 10. Për shkak të faktit që është mbuluar kanalin Ferra atje, për shkak të këtij fakti është mbuluar është e gjithë zona në ujë dhe situata bëhet më problematike për shkak se askush nuk ka ardhur të interesohet, as emergjentat civile dhe as bashkia. Dhe për më tepër sot priten rreshje të tjera dhe më të rënda. Në këtë moment situata është pak më e qetë sepse mbrëm nuk ka pasur rreshje të rrëmbyera, ndërkohë që sot situata sinoptike tregon që me shumë mundësi do të ketë rreshje dhe më të rrëmbyera, situata do të rëndohet dhe më shumë. Ka patur shtëpi të përmbytura në ato zona? Shtëpi totalisht të izoluara, janë shtëpi të vendosura në mes arës dhe shtëpia është e gjitha rrethuar nga uji. Ne kemi arritur të filmojmë pamje, makina është disa qindra metra larg shtëpisë dhe pastaj me sa duket në shtëpi shkret me mjete lundruese. Ka bakti në ujë, ka ushqim baktish në ujë që është i papërdorshëm më, do thotë që dëmi është i konsiderueshëm edhe për ekonominë bujqësore. U ka ardhur dikush për ndihmë, meqense janë të bllokuara dhe nuk lëvizin dot? Askush. Sa familje mund të jenë të tilla maj sa keni parë, që janë të bllokuara dhe kërkojnë ndihmë emergjente? Në fshatin Gramës dhe Sukth i Ri, Sukth Vendas, janë pothuajse të gjitha shtëpiat që janë në fushë janë në ujë. Gati 500 hektar tokë, do të shpjegoj ai vetë më mirë. Kjo përmbytje që ka ndodhur sot nuk është për fajt Zotit, por është për fajt të robrit. Për një punë shumë të vogël, në shpenzime të vogla, për 5 tuba këtu dhe për ndarjen e kanalit, që janë 300 metra kanal, kjo përmbytje e madhe duhet të eliminohet, paktën mbi 50%. Edhe për një punë të vogël, për 5 tuba, si nuk përballon dot ajo vogla, ujin, është bërë gjithë kjo përmbytje 500 hektar tokë. Ka dhe dame shumë të mëdha, shumë të stallat e baktivet, është prish misri, është prish janxha, janë prish shumë dame materialit baktive. Është ndërhyrë ndonjëherë tek ky kanal deri më tani? Ky kanal me thënë drejtë, ky kanalin e kanë bën dikur, ka merr nga Italia, kanë bën me lekë e mia, edhe 15 vjet se ka bën kush më. Edhe ky kanal, skavatorat ka sa dush, bashkia ka sa dush, për nuk pjesë skavatori vetë, do rëp të biri këtu. Edhe përmytja e kanalit, po kanali, po tuba, ik përmytja, s'ka ujë ma. Edhe për një thamë se kjo është vetë negligjensë e shejtanit. Përveç kësaj zone, në terren, zoti Biljan, gjatë këtyre ditëve të fundit që keni qenë, ku ka probleme të tjera me përmbytjet? Pra përveç Thumanës, ku tjetër? Probleme tjera, për çka kena parë në diell dhe sot, ka patur vetëm fshati Gramës, edhe Sukthi Vendas. Zona tjera nuk kanë probleme parcelash, por nuk janë probleme dëm që shkaktojnë dëme, si në bazën ushqimore të baktive, si në banesa të banorëve. Vetëm Gramza me Sukthin Vendas ka problem edhe baza ushqimore, edhe banesat e qytetarëve. Elektrike kanë pasur? Po, patjetër. Kjo është zona e bashkisë që ka njësia administrative Thuman. Por bashkia Krujë ka dhe një segment tjetër problematik që është mbas këtyre kodrave, që është njësia administrative Bilaj, që përfshin Murqinën, Mazhën, edhe ata janë po ashtu në kushte të tilla. Problemi është fakti që më duhet ta përsëris, fakti që gjatë natës së mbrëmshme nuk ka pasur rreshje shumë intensive. Sot situatën e ka përmirësuar pak, po sot priten rreshje deri në 40 mm me të shoh parashikimin. Kështu që nesër situata pritet të jetë edhe më dramatike se sot. Fatkeqësisht. Mirë, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit për lidhjen, për komunikimin që patëm së bashku dhe që na e sollë drejt për drejt edhe situatën në Thuman, në fshatrat ku aktualisht ka probleme. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim.